Ne do të rrisim numrin e vendeve të punës për gratë. 10 milion euro në vit nga fondi i ri punësimit do të ndahen për bizneset, 50% e punëtorëve të së cilave janë gra. Kështu është shprehur kryeministri i vendit Hashim Thaçi gjatë takimit që pati me forumin e gruas së PDK-s në Gjakov. Do të rrisim numrin e vendeve të reja të punës për gratë dhe për bizneset e grave. 10 milion euro në vit e fondit të ri të punësimit do të ndahen për bizneset, 50% e punonjësve të cilave janë gra. Inspektorët e arsimit të kontrollojnë nëse prindërit u mohojnë vajzat e tyre të drejtët për shkollim. Duhet ta ndihmojmë financiarisht pjesëmarrjen e gruas në arsim. Prandaj kam vendosur të ul kostin e shpenzimeve universitare për 50% për gjithë studentët. Universitetet publike për 60.000 studentë do të paguajnë tash tutje për çdo semestër ka 50% më pak. Nga ana tjetër, Ministra e Integrimeve Evropiane Vlora Çitaku potencoi fakte nëpër të cilat ka rrugtuar gruaja demokratike. Pa fuqizimin e femrës, pa fuqizimin e gruas në shoqëri, nuk mund të ketë një Kosovë të prosperuar dhe evropiane. Rruga drejt idealeve tona për një shoqëri në të cilën sundojnë vlerat do të jetë shumë më e lehtë nëse ne si shoqëri shfrytëzojmë tërë potencialin tonë njerëzor. Ndërkohë, kryetari i Degës së PDK-s në Gjakov, Hajdar Beqa, falenderoi gratë për kontributin që kanë dhënë në këtë subjekt politik, por edhe në të gjitha sferat e jetës. Fillimisht dua të falenderoj të gjitha ato gra dhe vajza, nëna, që 15 vite rresht mbajtën gjallë frymen dhe vizionin e Partisë Demokratike të Kosovës në qytetin tonë, gra dhe vajza që për asnjë moment nuk u ndon nga aktivitetet dhe vizioni i Partisë Demokratike. Samitin e gruas demokratike përshëndetën edhe anëtare e simpatizante të këtij subjekti, por edhe të subjekteve të tjera. Zëri i gruas duhet të ndëgjohet si një potencial i pashfrytzuar mirë deri tani. Gruaja po tregon vullnet, aftësi dhe po e merr mbi vete obligimin që ka bartë edhe fushën e përgjegjësive në udhëheqje. Pavarësisht prej subjekteve politike, ne jemi gra dhe duhet t'i ndihmojmë njëra tjetrës. Kuvendi 4 zgjedhor i gruas demokratike Dega në Gjakov në mesin e 150 pjesëmarrësve zgjodhi këshillin drejtues për 31 grave, duke u cilësuar si kuvendi suksesshëm demokratik ku spikatën figura të njohura të grave të qytetit të Gjakovës, e për gratë që kanë dhënë kontribut u ndan edhe mirënjohje.